E para ishte fjala, e fjala u shpreh në emër, dhe emri lindi si nevojë për të lidhur njerëzit me njëri tjetrin, e për të patur gjithsecili një identitet. Në këtë histori Gjiljola kërkon Gjiljolen. Duket si një lojë fjalësh, por në fakt është një amanet që Gjiljola Keqi duhet t'ia përmbush babait të saj Xhemalit. Ky i fundit ishte një ndër ata shqiptarë intelektual që u shkollua në Perëndim, e këtë frymë emancipimi e sollën edhe në Shqipëri. Në vitet 30, kur ai ishte student i fotografisë në Milano, njihet me një vajzë me emrin Gjiljola. Mes shokëve të shumë që kishte, dihet edhe emri i një italiani të quajtur Elvio Picelli. Në ultimatumin e fundit për të kthyer në atë dhe, që qeveria dha për shtetasit shqiptar që ndodheshin jashtë vendit, Xhemal Keqi u kthye përgjithmonë në Shqipëri. Aktiviteti i tij si fotograf profesionist është i vullosur në 2 studio fotografike në Elbasan dhe Tiranë, por edhe kontributi i çmuar në gazetat e kohës, Bashkimi dhe Zëri i Popullit. Në 7 maj 1974, ai ndahet nga jeta pasi kishte patur një infarkt disa ditë më parë. Po atë ditë, përpara se të mbyllte syt, ai merr me njan vajzën e vogël Gjiljolen dhe i dorëzon një zarf të mbyllur, duke e porositur që ta hapte pas 37 vjetësh. Vetëm pak kohë më parë, Gjiljola hap zarfin dhe aty gjen fotot të babait të saj, me disa adresa dhe fotografinë e një zone të quajtur Po Gjiljola, me 2 vajza të vogla anash. Kush është kjo zonë italiane dhe 2 fëmijë që shoqërojnë? A jeton ende? Dhe pse ajo mban të njëjtin emër si vajza e Xhemalit në Shqipëri? Pas shumë vitesh, ky mister pritet të zbulohet në njerëz të humbur. Nga kryeqendra e Kosovës, Prishtina, një tjetër amanet pret të zgjidhet. Është Selatin Dobërdoli, i cili kërkon të rilidh kontaktet me fëmijët e xhaxhait të tij Aslanit, i cili emigroi drejt Amerikës në vitet 1960. Atje është martuar me një zonjë amerikane, emri të cilës nuk dihet, dhe ka patur 2 fëmijë, Azemin dhe Aslanin, i cili mbante emrin e babait. Kur Azemi ka qenë rreth 5 vjeç, prindrit janë ndarë dhe fëmijët i ka marrë ama. Deri në vitin 1995 mendohet se ata jetonin në lagjen Bronx të New Yorkut, e më mbrapa nuk dihet asgjë. Me vdekjen e Aslanit u venitën dhe shpresat që kushërinjtë të njihesin me njëri tjetrin. Ata sot duhet të jenë 42 dhe 44 vjeç. Në vitin 1910, në krahinën e Bohemis, një grup të rinj shkuaril thuri një plan për të vrarë në atentat djalin e perandorit të Austro-Hungarisë. Shorti për të kryer këtë veprim i bija Josef Safranek, i cili në atë kohë ishte student i inxhinierisë. Duke qenë se ai nuk pranon të veprojë sipas porosisë, shokët vendosin ta zhdukin. Jozefi arrin të shpëtojë akmarrës duke u arratisur në Shqipëri. Këtu ai vendoset në shtëpinë e Refik Bey Toptanit dhe martohet me Zeynepin, vajzën e motrës së Refikut. Nga kjo martesë erdhi në jetë Iqbalja. Si përkrahas i Fanolit, ai u detyrua të lërë Shqipërinë në fund të vitit 1924. Pas peripecish të shumta, mendohet se ai është rikthyer përsëri në Bohemi tek njerëzit e tij, duke udhëtuar më parë për shumë vite nëpër Itali, Amerikë e Meksik. Letra e fundit e Josef Safranek daton në vitin 1937. Iqbalja kërkon të mësoj fatin e babait të saj dhe mbi gjitha të lidhet me të afërmit e tij në Bohemi.